Jo vetëm shtetasit e Maqedonisë së Veriut, por edhe çdo vizitor tjetër që përdor doganën e Blatës për të hyrë në vendin ton, përballet direkt me një pamje të shëmtuar që nis pikërisht aty ku është vendosur tabela Republika e Shqipërisë. Deri te kjo tabelë rruga në shtetin fshinë shumë e mirë, ndërsa pamja më pas drejt doganës ton është sa trishtuese aq edhe e turshme. Janë më shumë se 300 metra lineare rrugë e cila është në gjendje të degraduar dhe përgjithësi e shtetit shqiptar. Drejtuesit e automjeteve që lëvizin në drejtim të Shqipërisë tonë se kjo pamje me të cilën përballet kushdo që hyn në shtetin tonë nëpërmjet pikës doganore të Blatës është një turp i madh, ndërsa problemi është edhe për automjetet për shkak të gropave të shumta që kanë në të gjithë rrugën. Bëhet fjalë për zonën neutrale mes dy pikave doganore që ndahet përgjysmë mes dy shteteve. Pamja tregon diferencën mes shtetit fshin të Maqedonisë së Veriut dhe shtetit shqiptar. Po duhet asfaltohet, duhet vendoset një farë rregullit, si mos me qenë asfalti kështu, më rregullu. Pa faqe e zezë, pjesë Maqedonisë të gjëmë, duhet mërën masa shtrohet të ma mëjë se ajo top. Maqedonisë ka 500 herë ma mëjë se na. Vetëm 300 metra rrugë janë. Më i është me rregullu për zotin. Vetë pjesën këtu dogan, do me thënë që janë ndërmjet dy doganët. Po, të shtë nuk e di kush e ka, ana jonë e ka Shqipëria për të rregullu këtu, duhet me rregullu. Duke sigurisht me premetik po, çashtu është. Duhet faktikisht duhet me rregullu, duhet ta bëjnë. Punë dyshim edhe këtë me ushtrëngu me vetë familjarët e bëjnë këtë punë, jo shteti. Kjo rruga duhet cop. Ku del Maqedonia, rruga më e mirë se Shqipëri. Pjesa Maqedonse është më e mirë se sa pjesa shqiptare, një 500 metër është pa asfaltuar me grëpa. To e prishim në makinat e prishim. Sa herë si vim prishim makinat, prishim duhet me rregullu. Unë jam zëndës këtu në Shqipëri si 32 vjet që këtë rrugë kam taku. Po e kanë ndoshta ato e kanë rregulluar më para, por në kjo do rregullohet, ama duhet më bë. Me ndërtimin e rrugës së Arbrit, kjo pikë doganore është kthyer në një artere të rëndësishme për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut që duan të vizitojnë vendin ton, por edhe turistëve të shumë që vijnë nga shtete të tjera si Bullgaria.